Kryetari i Bashkisë, zotëri Besjanajazi. I nderuar kandidat për deputet i Partisë Socialiste, zotëri Gledion Fejzo. I nderuar kryetari i Këshillit të Bashkisë, zotëri Enis Zani. I nderuar zëvendës prefekt i Gramshit, i nderuar Albert Ceci. E nderuar kryetare e Partisë Socialiste të Gramshit, Besmira Qose Braqa. Të nderuar pasazh dëshmorëve dhe pasazh veteranëve të luftës antifashiste nacionale shqiptare. Kuadro e qytetarë të nderuar. Mirë se erdhët. Sot më 5 maj, populli shqiptar do të përulet me respekt e mirënjohje të thellë para veprës pavdekshme të dëshmorëve të kombit në shërbim të atdheut. 5 maj është një ditë nderimi reflektim për rrugën e tij historike si kombe si shtet. Dita e dëshmorëve të atdheut nuk është thjesht një datë konvencionale. 5 maj 1942 është dita kur ra heroikisht në Tiranë në një betejë epike kundër një ordhie forcash ushtarake të pushuesve fashist italian dhe forcave kuislinge në shërbim tyre Qemal-Stafa, një nga udhëheqësit kryesorë të luftës antifashiste nacionale shqiptare. Udhëheqësi i rinisë antifashiste nacionale shqiptare Qemal-Stafa ishte një patriot antifashist i madh, që për lirinë e pavarësinë atdheut nuk harroi edhe nuk hezitoi për asnjë moment të lijoi jetën e tij në kulmin e rinisë, kur ende nuk kishte mbushur 22 vjet.
Akti heroik ngriti 5 dhe frymëzoi 10 mijëra të rinj të reja, anë manë Shqipërisë të cilët rrokën armë, e mbush radhë e njësitë e partizane dhe bën shtylla e luftës antifashiste në shërbimtarë dhe fitores me pushtuesit nazifashistë dhe forcat tradhtare në shërbim të tyre. Popullit tonë, për fatin e tij tragjik, i është dashur të luftojë në pjesën më të madhe të historisë së tij për të mbrojtur ekzistencën e tij si komb, gjuhën, traditat, kulturën e tij. Në këtë luftë pa barabartë me fuqitë më të mëdha të kohës, janë flijuar shumë nga bijtë e tij. Më të mirë, ky patriotizëm shkëlqeu në një ndryshim të veçantë gjatë luftës antifashiste nacionale shqiptare, për fitoren e së cilës dhanë jetë 28.000 dëshmorë. Gjaku i tyre është themelet e lirisë të pavarësisë që gëzojmë ne sot. Dëshmorët e kombit, populli ynë i ka përjetësuar në këngët epike dhe legjendat e tij, i ka kthyer në mite, ato i kanë frymëzuar dhe i kanë dhënë forcë të bëjë ballë skjotave të historisë, i kanë ndryshuar rrugën në udhëheqjet e saj. Gjatë luftës antifashiste nacionale shqiptare, dëshmorët i frymëzuan shokët e tyre në betejat kundër pushtuesve nazifashistë dhe forcave kuishtinge në shërbim të tyre për shtjerimin e dheut. Vitaliteti i një kombi dhe i shtetit të tij, orientimi i tyre politik varet shumë nga raportet që ato ndërtojnë me historinë. Nderimi për dëshmorët e kombit, për luftarët e lirisë që kanë dalë zot fatë e të dheut në momente historike kur ishte vënë në pikpyetje ekzistenca e tij si shtet, nuk është thjesht qëndrimi ndaj skaluarës, por ka të bëjë me të sotmen e të ardhmen e popullit tonë. Ata nuk nderohen, duke shkuar dyert në vit varrezat e dëshmorëve, autoritetet e larta të shtetit qendror dhe atyre lokal, por duke përkujdesur që këto varreza e monumente kushtuar atyre të mirëmbahen e të bëhen qendra pelegrinazhi për brezin e ri, sepse janë simbole patriotizmit për kushtimit sublim ndaj dheut. Thelbi i luftës antifashiste nacionale shqiptare ishte antifashizmi. Ai mbaheti gjallë dhe i fortë në themelet e shtetit tonë, kur idealet e tij të përshkojnë në çdo qelisë shoqërisë së shtetit tonë. Amnezia ndaj luftës antifashiste nacionale shqiptare, shkujdesja dhe shtrembrimet historike ndaj saj, janë një amnezi ndaj idealeve dhe vlerave të larta antifashiste që karakterizuan atë. Kjo merr një rëndësi të veçantë në kohën e sotme, kur shohim një ngritje të valës fashiste në Evropë e në botë, kur vlerat demokracisë janë vënë rrezik si asnjëherë tjetër, kur zbehet e kaluara bëhet mecënueshme nga ideologjitë antidemokratike. Të nderosh dhe të promovosh luftarët e lirisë, dëshmorët e kombit, do të thotë nderosh dhe të promovosh frymën dhe vlerat e patriotizmit që karakterizon veprimtarinë e tyre. Për kënaqësinë tuaj, për edukimin tonë me ndjenjën e krenarisë kombëtare, dhe dashurisë, dëshiroj të recitoj para jush baladën Komisari, të shkruar nga ish partizani 13 vjeçar i batalionit Fuat Babani, veterani luftës antifashiste nacionale shqiptare, poeti madh bashkëkohor, nderi kombit Drit Ragolli. Në një shkëm murash të shtremër që mban emrin Gurkusar, rrugën gjete i gjerë në zemër, plumin zetë komisar. Re në krah në shkrep të vjetër, re në krah e s'lojtë e dotë, pishre që pale qilpër, nga që pala derdhe lotë. Loti qilpër ranë në faqe, pra në shkëmbet Gurkusar, dhe në shpatull ma në shaqet, unë në kokër komisar. Unë rria pra në teje, udhën silja në përmend, si u hodhëm në beteja, shtek me shtek e vend me vend. Si në gantin nuk në ngesi, që në kuq e në korab, kur në thriste Shefqet Peqi, komandanti y në lab. Unë rria pra në teje, me në gante me mauzer, nga mërzia në përdeje, së rrithte gjak, por rrithte vrer. Kur vraponim në seretë, ma i shkëmbet Gurkusar, shtinim 7 e vrisim 8 për lirinë komisar. Çdo më thoshte në na plakë, kur të shkoja prap në fshat, jo për colla të dy bashkë, ti më kthehesh fillikat, në nasatë të tilla fjalë, buzë vatës me pak gjarë, vetëm pyeti mos ka dalë, ma i shkëmbet Gurkusar, që dushmanin të shikoj dhe të ndjegi shtek më shtek, s'ma mërmendja të pushoj, një në gante një dyfek, dhe në gantin nuk në ngesi, që në kuq e Vishegrad, ngriti këngë Shefqet Peqi, komandanti y në lab. Lavdit për jesme kujtimit të 28.000 dëshmorëve të dheut. Lavdit për jesme kujtimit të 123 dëshmorëve të Gramshit. Faleminderit për vëmendjen tuaj.
5 maj nuk është thjesht një datë kalendarike. Është një ditë që na kujton se liria nuk është e dhënë, por është e fituar me gjak, sakrificë dhe trimëri. Në këtë ditë përkujtojmë jo vetëm heronjtë e luftës nacionale çlirimtare, por të gjithë ata që në kohë të ndryshme të historisë së Shqipërisë kanë rënë për një të ardhme më të mirë për vendin tonë. Figura e Qemal Stafës, i riu që ra dëshmor më 5 maj 1942, është simboli i idealizmit dhe guximit të rinisë shqiptare. Ai dhe shumë të tjerë si ai nuk heshtën përballë padrejtësive, por u ngritën, luftuan dhe ranë me bindjen se një ditë Shqipëria do të ishte e lirë. Le të mos i harrojmë kurrë, le të kujtojmë gjithmonë se sakrifica e tyre është themeli mbi të cilin ndërtojmë të ardhmen. Ne kemi detyrimin të çojmë përpara idealet për të cilët ata luftuan. Drejtësi, barazi, dinjitet dhe atë dashuri. Lavdi dëshmorëve të kombit, lavdi Shqipërisë. Veçantë, kjo është një nga ato ditë ku të gjithë ne, edhe si Gramshak, po edhe si shqiptarë, ndihemi krenar për të kaluarën tonë, por edhe me shpresë për të ardhmen e ndritur të Gramshit dhe gjithë Shqipërisë. Është një nga ato ditë ku jo vetëm kujtojmë të kaluarën, por duhet me patjetër të mendojmë dhe për të ardhmen. Dhe mua më vjen shumë mirë që sot këtu me ne janë edhe një numër i konsiderueshëm të rinj dhe të reja nga shkollat e Gramshit, sepse gjithmonë e kam thënë dhe do ta them, është me shumë vend që të përcillet nga brezi në brez sakrifica e shqiptarëve. Sepse vetëm në këtë mënyrë do të jemi më dinjitoz në të ardhmen. Vetëm në këtë mënyrë brezat e ashëm jo vetëm do të dinë sakrificën e të parëve të tyre, por do të dinë të ndërtojnë më së miri të ardhmen e Gramshit dhe të Shqipërisë. Më vjen shumë mirë gjithashtu që jemi të gjithë bashkë në këtë ditë për të përkujtuar sakrificën e të parëve tanë, deri në vetë flijim. Nga i pari e deri te i fundi, lavdi dëshmorëve të Gramshit, lavdi dëshmorëve të Shqipërisë. Ta kujtojmë për herë me nder dhe respekt këtë ditë. Faleminderit. Shikoj një ty. Mirë? Pa.
Shpionat.